Po edhe e di. Mi ka thënë shikuesi që po. Kamera nëse mund të fokusohet. Na vjen diçka që është e metal, lutem. Po, nuk jam duke bëu ndaj studim diçka ndaj. Çeve çton. S'është e metal, po çtu ka. Qëllimi është publiku le ta di shumë mirë. Mos mashtrohen me shku. Kam diçka, o zënderon, vetëm pak nëse labi edhe këtu. Patjetër. Nëse është në citat Bismillahirrahmanirrahim. Bjen shumë keq për juve të dyve, për pastorin, për krejt neve. Nëse është citat Bismillahirrahmanirrahim, atëherë nuk e di a kallet a nuk kallet. Vetëm këto deshta. Vetëm këto deshta. Po, që unë me që tash nuk e di çka keni se ju nderuam. Jo, unë them me domethënë me përgjegjësinë më të madhe. Kudo në botë nëse shkon. Kudo në botë, jo vetëm Kosovë, që kemi xhallah, e njerëz që japin studime islame këtu, po edhe ata që janë musliman, që për shembull kam një koleg, profesor Ishak, jam mësim në Universitetin e Jafës. Po, mos të miku, po. Po, më kona, po shpjegojmë. Po shpjegojmë, për sa jemi këtu. Po, daj më marrë këtu më të ditë. Ashtu? Atëherë, çfarë do të ekziston? Ky Kur'an, nëse është Bismillahirrahmanirrahim, do të jetë në librin e shajt dhe në xhami. Nuk kemi nevojë kërkun jam janë do copa dhe një dhanë. Qartë. E kupton? Unë prapë thash fillim. Nëse beson Zotin, duhet ta besosh ashtu si është. Jo ti ç'do me besue. Hajmalia është pjesë prej shërbimit. Edhe nëse ka. Më më dëgjoj se çfarë ndikimi ka pasur Para se më dëgjoj, kisha po me kozë, ky bollë. Unë e pisha që këto janë të rrjetet një person i pasashkruar. Unë këto jam të po. Një person. Unë koll para se me unë më koll që. Unë tash thon bismillah, edhe djegum këtë keqe që dikush ja ka përgatitur dikuj dhe një me plot familje për më nuk e di a shehu a kush e përmendni në Evropë. Po, ka është e vërtetë që shumë familje bëhen sebeb njerëzit me fisane me ndo, me shkatru familjet, me mbet fëmia jetima. Po do më thon thjesht me djeg këtë hajmali që mos më mendu njerëzit që kjo ty nuk trun hajmalia, nuk mbron hajmalia, ty mbron Zoti, krijuesi, fuqi plot, i cili ka kriju gjithësinë dhe gjithçka ka mes tokës dhe qiellit, dhe un po djeg dhe nuk ka mundësi kjo asgjë më dëmtu, a mu asgjë, për shkak se jam duke djeg një diçka që njerëzit ashtu i bëhet e prirur me i besu veç hajmalis. Prandaj punoni, studioni se doni më bëhet ditur, nëse doni më bëhet pasur, kryeni domethënë fakultete për biznes, për ekonomi, e jo me hajmali nuk mund me mbri askund. Këto janë vetëm duke i shkatru familjet, duke lënë jetima, sepse faturën më të shtrenjtë janë duke pagu fëmijat që po mbesin jetima. Prandaj duhet të keni kujdes nga gjithë ata që thirrën, që janë rukjexhi, po në fakt janë mashtrues, edhe janë çka duke i mashtru edhe gratë, edhe burrat, edhe duke ardhur te ndamja. Po la. Po. Ja, themi te lavi çka Jo, pasuri pat një pyetje shumë e vërtetë më vjen, që tha sa ka ndikuar. Unë nuk jam teolog i besimit islam, unë jam një psikolog i diplomuar, bachelor dhe master në psikologi. Po mos më kallëzo çu shka ndiku. Organizative dhe sociale. Ashtu kam kryer shkollat urtë dhe të mesme muzikës. Tani jam përfundim në bachelor. Po si kanë ndiku la? Patjetër. Në bachelor në muzikologjin. A mos si kanë ndiku kjo po? Unë nuk mundet më ndiku te unë sepse unë nuk kam nevojë ndërmjetësues me pas të Zotit, sepse unë kam vetvetiu, domethënë me rukjet e mia me namaz që bëj 5 herë në ditë, edhe do thotë unë jam i lidhur gjithmonë në makinën time, veturën time. Edhe kur flen familja ime, edhe kur zgjohemi, ne gjithmonë jemi me avdes, edhe gjithmonë jemi i lidhur me Zotin. E kështu që unë këto nuk më zojnë mua sepse më kanë zënë herë, prandaj gjithmonë vjen sebepi diçka që ti të udhëzohesh në një rrugë, sepse unë kam edhe shok dhe shumë jara në besimit katolik, protestant. Kam pas edhe një bashkëpunëtor që ka punu me një fabrikë time, një pastor i protestant, shumë gjëra kam mësuar edhe prej tij, kështu që unë kam shku edhe për shenjë respektit që kam shqiptarët besimit, domethënë shqiptarët e tanë gjakut i jonë, besimit katolik kam shku edhe kishlaqit me respektu, me nderu, po unë jam besimit islam, kështu që familjes time nuk i zënë më së hire sepse ne jemi gjithmonë me avdes, e gjithmonë jemi me namaz. Ja ka mundësia se hiret hoxha zonë se hiret me avdes? Po kur je me avdes nuk besoj. Kështu që avdesi është një mbrojtje. Një mbrojtje, po është e pamundur nëse dikush mundon do ta lu momentin e duhur për me të bëu oksigen. Sa mund me qitë në ushqim, mund me qitë në